pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka pas zakon e përmendëm te mysafiri, ditë për ditë ka pas një mysafir bedevi. E ka pas një mysafir bedevi, edhe ka ardhur koha për me hangër, e ka thue pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Thaubanin te gratë veta, ka pas një argat, i ka thonë shko në të merre ushqim. E ka shkuar te gratë veta, kur gjos ka pas. Edhe u ka ngushtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E donjëherë to kanë kallzuar me nxuri. Atëherë ky ka thonë ja Rasulullah, na hajën më të mirë kena qumsht me hurme. Thot Ibn Hajar Asqalani, ka dash mi kallzue që mos u ngushto, se skina i mesha diçka, na me hurme e ka përcejna. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka marrë një dele, e ka mbjell edhe i ka dhënë me pije prej asaj. Ka ndonjë dietarët kjo argumenton se ndonjëherë ka përjashtime te nomadët se ka mundësi më kanë me edep. Andaj ky s'ka dash me ngushtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ja Rasulullah, se kena merak shumë mishin. Apo shikoj ndonjëherë çuditë disa. Vjen mbi periferie, ama ka mundësi domthon i përdor disa prej termeve ti nuk ranohesh. Ka mundësi ndonjëherë pi qytetit, një fjalë të cilat janë të çuditshme. Gjithashtu vëllazër, prej traditës që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka pas prej nomadëve që kanë shumë trima. I kanë besuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka ndodhur një rast se tregon Shaddad ibn al-Had, thotë se një njeri erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë besoj për pejgamber, i besoj Allahut, edhe ka thonë unë jam ndjekësi jot dhe kam e bëu hijret te ti. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një prej luftrave i ka thonë shokëve vet, donjë do parë si tina. Donjë do parë ta afroje. Kështu e ka pas tradit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me hedije me afro njerëzit. Edhe kur ka ardhur ky, ja kanë thonë shokët vet, ka thonë këta ekipi pejgamberit e ka do kismet për tije. E ka do prej pasurisë për tije. Edhe ky u ka nervozuar. E ka marrë këtë sheh kanë thonë, edhe ka ardhur mësa ka thonë, "Çao kjo? Çfarë këto parë? Pse kjo?" Ka thonë e kena do për tije. Se ke besu, ke ardhur, daj, është pjesë e jotja. Atëri ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë s'kum besu për parë. S'kum marrë. Mi po shiko, a kupton vëzë këtë debatin? Çfarë kjo? Se ma ke da këtë parë. Unë nuk kanë, dënia nuk kanë ditë. Ka thonë s'kum besu për parë. Edhe e ka gjujt. Edhe i ka thonë, unë a di pse t'kum besu. Me dal luft e me mrok që të shigjeta. Edhe ka prek fytin. Edhe vdes e të hinë gjenetin e Zotit Gjeli Gjelalu. Atëri ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si ti jesh i sinqert me Allahun, ka me të realizu Allahu që të shka pedo. Atëre thot Sheddadi, thot nuk shkoj gjatë, erë lufta tjetër. Nësëm ka pas shumë luftra. Erë lufta tjetër, hini luft që ki njeri, unë e përcela. Thot e roki shigjeta qëtu. Edhe vdish në vend. Atëre erdhëm dhe i kalzun pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kështu. Pejgamberi tha, e hua, a është që ki, ajtë që e banëm, që ka e gjujti? Tham po ja Rasulullah. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pas ka qeni sinqert me Allahun, edhe Allahu bo sinqert me ta. Tu sadaqahu, ka ardhë, transparent me Zotin, qysh e ke lip, ta ka dhënë Allahu xhelalu ala. Edhe disa njerëz vëzër, mundohen, du mu bo kështu, du mu bo ashtu, du me arrit ta. Maje fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. In tasduqillah yasduq. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si ti je sinqert me Allahin, ta jep Allahu xhelalu ala. Allahu vëzër nuk ka i padrejt. Allahu nuk ka i padrejt. Andaj kur e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, mos i Allahu është i drejt. E veprat e mira të qafirave, ku shkojnë? Kështë njëri thot, a është Allah i drejt, po? Ka pa besimtar, bojnë veprat mira. Ku shkojnë? Qëka ta për mësram? I hajnë këtë dunja, ja u këthen Allah. Dhe ki pa miliardat i kanë Allah. Miliardat, komoditet, siguri, forcë, mbrojtje. Ato që jeton jetën dhe ski, dhe që jeton jetën. Apo, ato edhe shpesh kur vinë prej aty, në por vendet varë, frasi në Afrikë, vendet varë, frasi të në Balkan, që ditën. Ma dhe këto tonë, kur shkojnë atje e ke pa. Thot, qyshe banë dhe thot, ti vlo me 300 euro, edhe u knaqe du kesh. Thot, na 3-4.000 frangi morna, thot edhe 4-5 tenda në zemër, shtipjen thot e kam, sheqerin, tutna, dinari, qka i dhëna na? Që i dhëna? Qështu Allah, që ti vejtë varë frajra. E mirë, dhe zë, kuja u këthen Allah u atinve? Jo, këthen siguri, jo këthen pare, a në akhirat s'kan kur gjo. Në akhirat nuk kanë kur gjo, lush me Allah, që Allah mu staba për e tërë që në akhirat nuk kanë kur gjo. Kjo ka qenë prej asë që e ka ba, e kanë përmen djetar nga shembojt e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me nomadët. Gjithashtu vëzër, tregon Gjabiri se një ditë për ditëve Muadh ibn Gjebeli hin
dëmonë si një lloj hasmërie të vogël me një nomad, ama gjaliri nomad. Thot Muadhi, une isha domethënë në periferi të Medinës. Visha e falësha jacin me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, por çka ka qenë hoxh, dietar, thot kur shosha te veni jam ja u falësha jacin në imam. Unë e falësha nafila, ata e falshin farzin, se s'kan ditë. Atëherë thot një ditë për ditëve, thot unë nafile e zgata. Apo e zgata, ma shumë e ka zgata, surën Bakara. Apo neve gjim s'faqe me lexu, më një herë hoxha kështu, hoxha ashtu. Thot ja u zgata shumë, thot kur një ditë, thot njëri dul pi namazit. Tha, e zgatki. Tha ki po shkon te pejgamberi pe falja cijën, ose po vjen neve, po ne fal gat. Unë kam punu ta ditën, edhe nervozu. Edhe arte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe i tha ja Rasulullah, këtë madhe shka na ke çuti neve. Hajt vetë çish na i fal namazin. Tha, na zgat shumë. E Muadhi tha, "Ky jam munafik. Ka një fakki. Mos e duron namazin." Shikoj vëzë, s'ban më gut. Atëherë pejgamberi tha, "A është e vërtetë se çështu ja u fal?" Tha, "Po ja Rasulullah." Tha, "Ti afit në gjia." U mor tash me Muadhi. Ti afit në gjia. Ti shkurtoj Allah. Shkurtoj pyetëre ka zaif, ka plake, apo ama këtu vëzë shkurtoje pin surë Bakara. 49 faqe. A kupton? 49 faqe. Namazi shkurtoje. Ama gjim s'faqe Allah, ku me shkurtu mo? Veç tekbir me lan. Pin tekbir, hajde, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Apo ato i të i gjem, njerëzit shlojnë YouTube. Çuditë subhanallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah i të fala, shka i të bëgë. Mi po kinë surë Bakara ka thënë, o Muadh. Ka thënë, pse i sprovon njerëzit? Pse pi sprovon njerëzit çat zgat? Atëherë i ka thonë, e ti, ka thonë, i ka drejtu për mësam shashti djallit. Ka thonë, e ti o vllav jam, çka ban ti kur falesh, çish falesh? Unë ja sulla s'di shumë. Ka thonë, marr tekbir, e lexoj Fatihan, edhe i tham Allah, o Allah banëm xhenet li, largon pizarën. Banëm xhenet li, largon pizarën. Edhe s'di diçka tjetër. A këto lutjet e juve shka i keni? Ka thonë si di. Ju shka i zgatën si di. E mësëm ka thonë, që aty jemi të silket. Gjennetin, gjennem, që aty e keni. Dhe zë nëse merë ketë që ka po bojnë. Na, pse agjerum dhe zë, që Ramazani shkoj, Allah inshallah ka po kabul, ja Rabbel Alemin. Edhe pse inshallah nuk ba me përmen. Allah e baf kabul. Qka qëllimi ketë? Ligjerata, taravija, namazinatës, sadakaja, zëqati. Pse janë këto dhe zë? Nëse i merë epilogi, qka i të thonë? Ja Rabb në gjennet. Me të hikë që kjo, s'ka ma ana dhe. A do i ki tha, ja unë e zdita shumë, vesh Fatihan, gjennetin, ja Rabb, gjennemi largoma. Tha për mësam, hauleha, qëtu jema, ke. Dhe onë, qash njëni dhëtë, ja Allah, na, ku, gjennet, s'ka gjithër. Atëre, i tha për nga meri se sellem, ki gjali, a tha që ki tha që më tha mu se kam një fak, ka me e pa, tha ki. I dritu Muadhi. Tha ki tha që më tha mu, se unë kam një fak, tha ka me e pa, ki. E që ka me pa e? Thot Gjabiri, thot ndodhi lufta me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Thot hinin midis luftës edhe u vra. Apo edhe ra shahid. Atar erdhen edhe i tha pejgamberit sallallahu Muadhit, çka boni ai Hasmi? Hasmi çka boni? Tha pejgamberi sallallahu sadaqallah, i shkoni sinqert ja Rasulullah. Shikoj sa njëri ja huq. Tha i shkoni sinqert ja Rasulullah, unë rrejta. Unë gabova. Ai ra shahid. Shikoj? Këtu a di kush o palë, Muadhi ibn Jabal. E ka qërtu, pse? Mos ja zgat njerëzve. Shikoj se kjo ka sinqert. Edhe i sinqert çka dit? Ka thonë unë veç Fatihan e di Rasulullah. Tekbir marr Fatihan, s'di mu lutune. Ama vallahi s'di mu lut. Ama je i sinqert e Zotit. Ama i sinqert për një me, jo tip se e zë vetën sinqert. Ando të Ibn Qayyim el-Jauziyja në Madarijus Salikin, çdo kush ka e zë vetën sinqert, soi sinqert. Ti shka e zë vetën nuk oj sinqert. Allahu me të zanë të sinqert. Kjo ka qenë për të ditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.